Ministria e Shtetit për Inteligjencën Digjitale e Shqipërisë, zyrtarja e parë virtuale në botë, mund të mbetet pa fytyrë pasi aktori mbi të cilën u modelua ka paditur qeverinë. Në gusht 2025, kryeministri Edi Rama tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare kur hodhi idenë një ministri ose kryeministri të bazuar në inteligjencë artificiale. Një muaj më vonë ai prezantoi diellën një zyrtare e mbështetur në AI me mision luftën kundër korrupsionit në prokurimet publike. Diella njihej më herët nga qytetarët si chatbot në portalin qeveritar të shërbimeve elektronike i Albania. Avatari u ndërtua duke përdorur fytyrën dhe zërin e aktores Anila Bisha në bazë të një kontrate që përfundoi më 31 dhjetor 2025. Emrimi i saj si ministre në shtator të vitit kaluar u shoqërua me një paraqitje virtuale në kuvend e transmetuar ndërkombëtarisht. Sipas raportimeve të disa mediave vendase, Bisha ka paditur Këshillin e Ministrave, kryeministrin, një kompani private të përfshirë në projekt dhe agjencinë kombëtare të shoqërisë së informacionit Akshi. Ajo pretendon se qeveria ka vijuar të përdorë imazhin e saj për te afatit dhe qëllimit të përcaktuar në kontratë, i cili kufizoi vetëm në platformën e Albania. Në dokumentet gjyqësore të publikuara nga mediat, Bisha kërkon një masë sigurie për ndalimin e menjëhershëm të përdorimit të imazhit të saj deri në përfundim të procesit gjyqësor. Ajo pretendon se përdorimi i pa autorizuar i ngjashmërisë së saj ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm dhe të pakthyeshëm. Në një intervistë televizive në shtator të vitit kaluar, Bisha deklaroi se kishte regjistruar materiale të shumta video dhe audio për chatbotin e Albanias për një periudhë të kufizuar dhe kundrejt një pagese simbolike, pa dhënë leje për përdorime të tjera. Zëdhënësia e qeverisë Manjola Hasa deklaroi për Median Politico se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik, ku si në çdo vend pa censurë, qytetarët janë të lirë të mendojnë dhe të veprojnë përmes rrugëve ligjore kundër qeverisë. Sipas nesh, kjo padi është e pa bazë, por ne mirëpresim mundësinë për ta zgjidhur përfundimisht në gjykatë. Deri në momentin e publikimit të artikullit, Bisha nuk ju përgjigj kërkesës për koment.